është, po themi, në detyrë zyrtare kreu i ri i SPAK-ut, Klodian Brau. Si e shikoni këtë lëvizje dhe çfarë presim nga zoti Brau? Do ketë arrestime të tjera të funksionarëve të lartë publik? Po ta nisim ka arrestimet do jenë përditshme, nuk ka këtu adoket, nuk është më pyetje kjo adoket, sepse do ketë përditshme. Por ajo që më bëri përshtypje, më bëri ajo pjesa e deklaratës së tij, ku deklaroi që unë nuk jam, si më thon, person i vetëm, pra unë jam thjesht drejtuesi i SPAK-ut, nuk jam person i vetëm sepse ne jemi në grup dhe jemi në unison me dhe ky e ripërsëriti që ne jemi në unison të plot me faktorin ndërkombëtar, domethënë me FBI-n që është prezente në SPAK. Kjo ishte e gjitha ajo deklaratë që bëri Brown ditën e sotshme. Pra nuk i dha atributet vetes si një person i cili do komandoj unë, tani jam unë komandanti dhe do komandoj unë, gjëja e parë. Dhe gjëja e dytë ishte ajo që e quajti SPAK-un një grupim i përbashkët që do veprojmë në unison njëri me tjetrin. Jemi në unison, jemi një grup i cili kemi marrë këtë detyrë dhe nuk e personalizoj. Dhe thash ajo që ishte më kryesore, pastaj dhe ky ashtu siç bëri paraardhësit tim parlament që thanë ne jemi në bashkëpunim të plot me FBI-n, dhe ky bëri të njëjtën deklaratë e përforcoi këtë lloj deklarate duke thënë se ne do vazhdojmë në bashkëpunim të plot me ndërkombëtarët, duke përfshirë brenda FBI-n e cila ndodhet aty. Dhe kështu që nuk ka ndonjë risi tjetër. Kjo e gjithë për mua në gjithë atë prezantimi që u bë sot për mua kaq ishte gjithë. Ajo thelbi i atij prezantimit. Gjëja tjetër pastaj në vijim do jenë gjithë arrestimet do jenë në mënyrë pa diskutueshme do ketë arrestime. Nuk i ndalon unë pa ta thënë. Nuk ka rëndësi se kush zgjedhet kryetari i SPAK-ut. Për sa kohë FBI-ja tashmë është brenda, për sa kohë tashmë ka dalë dhe një vendim i presidentit Trump, kështu që nuk ka më se ku shkojnë. Çdo gjë është mbyllur. Tash është vetëm veprim, asot, nesër, pas nesër është problem tjetër. Zoti Markoçi, duhet flas me ju edhe për një vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me Ballkanin Perëndimor. Si e cilësoni këtë vendim pra që në një të ardhme jo shumë të largët të ketë vendime të rëndësishme për këtë rajon? Duhet të shohim pak më në aspekt më tjetër, sepse ky vendim nuk vjen thjesht nga presidenti Trump, por i aprovuar dhe i miratuar nga Kongresi Amerikan për Ballkanin Perëndimor, dhe po të shohësh, ta lexosh mirë atë vendim, aty flet për korrupsion, për drogën, për shkeljen e demokracisë, mosbarazinë e gjyqësorit të pushteteve, domethënë pavarësinë e pushteteve dhe cënimin e demokracisë, dhe ajo që është më kryesorja pastaj është për cënimin e sigurisë së Amerikës apo të vetë vendeve ballkanike. Dhe një nga vendet që është më i prekur në këtë pikë është Shqipëria, për më i fokusuar është Shqipëria. Këtu kemi raportet e Departamentit të Shtetit në 3 vitet e fundit që cilësojnë Shqipërinë si vendi i kalimit të drogës, pastrimit parave, korrupsionit, shkeljes së drejtave të njerëzit, mosbarazia e institucioneve, dhe unë them që erdhi pika ajo që kam thënë gjithmonë që fundi i vitit do ta mbylli, dhe realisht fundi i vitit e mbylli me këtë lloj deklarate, megjithëse ka dhe ditë të tjera të cilat do të shohim se ku do përfundojnë. Por është një deklaratë, thash më tepër, i bie ndesh Shqipërisë se sa vendeve të tjera. Dhe duke pas parasysh dhe pjesën tjetër pastaj që jemi vetëm i vendi i Ballkanit që kemi një institucion siç është SPAK-u dhe GKK-ja, e cila është mbikëqyrur totalisht nga FBI-ja dhe amerikane. Dhe gjithë veprimet po bëhen në bashkëpunim të plot me ta. Pra kjo deklaratë bie në linjën e punës që po bën FBI-ja dhe amerikanët në Shqipëri. Kështu që nuk besoj se do zgjasë shumë, nuk e gjykoj se do jetë
një zgjatje e tepërt, por pavarësisht edhe nga zgjatja që mund të zgjatë, jo më tepër se 90 ditë se presidenti Trump ka deklaruar 90 ditë afatshtyre, 90 ditë ka thënë për këtë lloj vendimi. Kështu që do bëhet ai spastrimi total i Ballkanit edhe i Europës, dhe po ta veni re, kemi një koordinim ndërmjet të vendimit të presidentit Trump dhe Orbanit, fjalimit Orbanit që mbajti në BE, ku e zhveshi totalisht Bashkimin Evropian në korrupsionin e tyre, duke filluar që kemë Vandelindi, Frençit, të cilët u detyruan të largohen nga sallet. Jo më kot ju kam thënë që unë nuk dua të futem në Bashkimin Evropian, se është një kooperativë në cilën vidhet, dhe ku gjithkush e ka marrë ndoshta pak si nuk di se si, po kam pas reagime tepërta për këtë lloj deklarate që unë kam bërë, por prapë ngul këmbë, unë nuk jam për të futur Shqipëria në Bashkimin Evropian, sepse aty vërtet është ajo kooperativa që vidhet, dhe unë nuk du të futem nga të lloj kooperative. Por të gjitha këto shkojnë në vazhdën e luftës kundër Sorosit dhe kundër korrupsionit dhe pastrimit parave që po bëhen në Europë dhe sidomos në Ballkan. E them në Ballkan dhe në Shqipëri, pasi unë e ritheksoj edhe një herë që është Rama, ai që ka ndërtuar mafian shtet, është Rama, e cili ka një urdhër nga Kabala dhe nga Sorosi, që do të qëndroj me çdo kush, me çdo formë, me çdo mënyrë dhe me çdo çmim në pushtet. Dhe pikërisht këtu tashmë unë po shoh këta partitë politike të cilat kanë filluar të themi të aktivizohen duke parë këtë lloj për të faktorizuar tashmë. Duan të faktorizohen për të faktorizuar që jemi ne këtu, jemi ne atje, por mos harrojmë një gjë, që lufta kundër Sorosit është lufta më e madhe, dhe të gjithë partitë politike dhe gjithë politika jonë shqiptare është e lidhur në një mënyrë në një tjetër, është e lidhur me Sorosin, apo me korrupsionin, apo me të shkuarën e komunizmit të asaj kohe, janë të lidhur dhe janë të përlyer në një mënyrë apo në një tjetër. Gjatë 35 vjetë Sorosi ka bërë politikën e tij në Shqipëri dhe ka zbatuar politikën e tij në Shqipëri 1-1. Kështu që ky vendim i presidentit Trump vjen në një moment ku Shqipëria është në ato gramat e fundit të qenurit një vend i cili po zbaton me përpikmëri ato porosit apo politikat e Sorosit. Kemi të bëjmë me një vendim që mori parlamenti për paqen fiskale që bie ndesh totale me politikën amerikane. Kemi atë që unë e kam cilësuar, bë tashmë vite që e cilësoj dhe them porti Durrësit do jetë ai që do të ha kokën të gjithë politikanëve, pa përjashtim të asnjëri. Se në portin e Durrësit duhet kuptoni një gjë, nuk është vetëm Rama, nuk është vetëm XY, atë janë gjithë të përfshirë. Në atë port janë gjithë përfshirë, të gjithë i kanë dy durët tek ai port, të gjithë janë pjesë e atij porti. Në një mënyrë apo në një tjetër, me një prestanomet themi, të njërit apo të tjetrit. Edhe pse nuk e kanë emrat vet aty, kanë ata njerëzit e tyre, të cilët kanë kap kalatet e portit, të cilët kanë bërë ato manovrat. Nëse e kujtoni ajo kompania gjermane e cila kërkoi t'i hiqesh gjoja asaj kompanisë gjermane, dhe asaj kompania gjermane shkoi në Porto Romano, pikërisht në Porto Romano, ku ja shitën pas u hodh në gjyqin e ndërkombëtar, dhe atje pastaj ju tërhoq, mori një 15 milionë euro dhe pastaj u tërhoq edhe erdhi kompania kroate, e cila edhe kjo bën të gjithë manovrat e tjera. Dhe po të shohësh pastaj se kush është pas kësaj kompanie gjermane që ka pasur kaq vjet kalatat në Durrës. Pra ne po themi është pak më e ndërlikuar situata në portin e Durrësit se sa duket në pamjen e jashtme. Por ajo pjesa tjetër është sepse ka në portin e Durrësit, thash, është siguria amerikane dhe sidomos siguria e NATO-s. Kemi të bëjmë me sigurinë e NATO-s. Dhe një nga pikat më nevralgjike pikërisht është porti i Durrësit, si i vetmi port hyrjes dhe dalës i korridorit 8.
Ju besoni që do ketë një goditje nga SBA ndaj politikës shqiptare? Jo do ketë goditje nga SBA, po ju do shihni se do dalin shumë emra non grata tashmë. Ajo që unë kam thënë para disa vitesh janë 242 emra që janë non grata qoftë nga politika, qoftë nga gjyqësori, nga këta oligarkët e partive, të quajtur biznesmen të mëdhenj apo oligarkët, dhe ju do të shihni që do ketë non grata të shumta në Shqipëri, sidomos në Shqipëri do ketë, dhe ajo që ka filluar, që njerëzit edhe nuk e kanë besuar, apo nuk e thonë mediat e tjera, nuk e thonë, që në Amerikë kanë filluar konfiskimet e pasurive të Ramës të parit dhe të tjerëve të cilët kanë pasuri në Amerikë. Dhe janë edhe familje të cilat ndodhen në Amerikë dhe nëpërmjet këtyre familje kanë bërë edhe privatizim, edhe blerje, dhe kanë pastruar parat nëpërmjet tyre që janë në Amerikë. Kështu që ata luftën atje kanë filluar, nuk është se kanë filluar. Ju pa ta thënë dhe ardhja e këtij të New Yorkut, kryetarit të Bashkisë New Yorkut ditë të fundit pikërisht erdhi për këtë, sepse Rama ka pas edhe një biznes të tij në New York, ka dhe apartamente përveç vilës fantastike që ka atje. Po të gjitha janë konfiskuar dhe janë sekuestruar tashmë dhe pritet që të bëjë gjyqin dhe të konfiskohet të gjithë pasuria e tyre, duke llogaritur edhe llogaritë bankare që kanë atje. Dhe ju pa ta thënë që kur Belinda Balluku vajti në Zvicër, vajti pikërisht për transferim parash dhe parat janë kap New York. Kështu që këta mos mendojnë se parat i kanë të fshehura apo nëpër banka të cilat janë offshore, edhe në Zimbabwe tjenë, unë kam përsëritur disa herë në Zimbabwe u dinë se ku i kanë dhe me kë i kanë dhe kush i ka. Kështu që këta lodhen kot, por do bëj Rama tash, do bëj atë luftën e tij për të qëndruar sa më gjatë në pushtet dhe duke menduar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do veprojnë kaq i tij, fal forcës që i jep qoftë Kabala, qoftë Sorosi, qoftë masoneria Ramës, kështu që apo Rëshfildët që janë bashkë, të gjithë bashkë janë këta në Kazan janë të gjithë. Dhe do të shohë, dhe ky pretendon se ata do ta mbajnë dhe prandaj përdor gjithë të lloj force, themi në thonjza, por atë kashillikun që bën kashi politikës dhe vetë Trumpit. Kështu që them që do të jetë një betejë e pakthyeshme për sa i përket të luftës së Sorosit dhe të gjithë organizatës, për sa kohë është cilësuar dhe është legjitimuar si organizatë terroriste në Amerikë, patjetër që do shkërmoqet edhe në Europë. Thash, i pari ishte Orbani që e shpalli, domethënë, se Orbani ka vite që e ka shpall, po ajo që bëri në Bashkimin Evropian ishte sinkronizimi i dy vendeve, pra Orbanit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklaratës apo vendimi që mori Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk kam pikë dyshimi që Rama e ka prerë biletën, ka prerë vetëm vajtje, t'jeni të bindur që ka prerë vetëm vajtje, nuk ka kthim Rama. Nëse Rama përfundon në Amerikë, Rama e ka vetëm vajtje, nuk e ka ardhje. Nëse do dëgjoni që Rama niset për Amerikë, t'jeni të bindur që Rama ikën dhe s'kthehet më. Zoti Merkoçi, do goditen edhe biznesmenët, oligarkët siç e përmendët ju? Patjetër, janë të gjithë në listë. Të gjithë kanë dalë, Akshi kanë nxjerrë të gjithë emrat e biznesmenëve, politikanëve, mënyrën se si janë bërë oligarkët e famshëm të tyre, dhe po t'i vini re të gjithë oligarkët janë të thirrur në SPAK dhe të gjithë emrat e tyre janë në SPAK. Oligarkët janë pjesa më e thjeshtë për të goditur. Problemi qëndron vetëm tek politika. Është politika që po i mban. Ju e shihni që Rama po mundohet në mënyrë me deklarata të çuditshme kur thotë SPAK-u nuk ka të drejtë që ta gjykoj Hajduten dhe do ta lej Hajduten apo Hajdutin do ta lej në detyrë, dhe parlamenti është bërë blokada numër 1 e SPAK-ut. Tashmë
është u vërtetua dhe u legjitimua. Dhe unë jo pa qëllim ju pa ta thënë që Rama nuk e heq dot Belinda Ballukun pa vendim gjykate. Dhe Belinda Balluku nuk jem vetë dorëheqje. Dhe më duket se u vërtetua, se u bë një muaj që unë e bërtasë u lëras këtë lloj deklarate. Dhe këtë ja u kam bërë qytë ditën që Belinda Balluku ka dalë nga Spaku. Dhe është, domethënë, luftë e hapur, unë tashmë mund të them me bindje të plotë, tashmë është luftë e hapur ndërmjet Ramës dhe Amerikës. Tashi, a do pranoj Amerika të dështoj para këtij personi apo do dalë triumfator? Unë them se në gjithë betejat Amerika ka dalë triumfatore, nuk ka dalë ndonjëherë humbur. Dhe nuk besoj se lufta karshi Sorosit dhe lufta karshi drogës dhe pastrimin parave është një luftë llafologjike apo një propagandë, vetëm flasin e bëjnë e njërën tjetrën. Përkundazi ju do shihni edhe në Bashkimin Evropian do shihni se çfarë çuditësh do dalin me Shqipërinë. Mbajeni mend këtë që ju them, me Shqipërinë, me tendrat që janë bërë për Shqipërinë dhe me Shqipërinë. Do të shihni se çfarë çuditësh do dalin edhe në Bashkimin Evropian me këtë minuk korridorësh, jo më kot unë Ramës i them minuk korridorësh, dhe ja kam vënë këtë etiketë në kohë, jo sot. Dhe do shihni edhe më atje se çfarë janë bërë, se kush janë bërë. Dhe po të shihni të gjithë vendet e Europës pas fjalimit të Orbanit janë çuar në revoltë. Gjermani në sondazhin e mbrëmshëm ishte 60% kundër Bashkimit Evropian. Spanja u ngret sot në protestë. Janë të gjithë vendet tashmë që po reagojnë. Italia ka një reagim maksimal vetëm pas deklaratës së Orbanit. Dhe do dalim të ajo pra ne them, Trumpi nuk ka propagandë. Pra, Trumpi çka ka thënë deri tani e ka bërë. Dhe jo më kot Trumpi tha Europës që do përfundoni keq me këtë politikë dhe me këtë emigracion të çthurur që po bëni, sepse emigracionin e sponsorizon Sorosi. Ju do përfundoni keq. Dhe vjen puna sot, urdhëro. Çfarë po dalin? Ajo që tha dhe për NATO, dhe ajo që në Shqipëri është koka e Sorosit, portavoçja e Sorosit. Dhe nëse nuk do luftohet Rama, unë kam thënë që Rama në Amerikë është i padëshurueshëm në gjitha pikat. Dhe Rama nuk ka pasur kur në asnjë moment asnjë takim me absolutisht asnjë zyrtar sa do të thjesht. Pse? Sepse po ja u ripërsëris, për sa kohë është Suzi atje, Rama nuk arrin dot me ça. Plus tashmë që doli dhe i vendim për Ballkanin Perëndimor, por mos harroni është gjithmonë vetëm Shqipëria. Vetëm Shqipëria. Shqipëria është pika nye. Rruga kalimit e çdo gjëje, pra ne jemi dhe rrugë kalimi. Pra ne jemi lënë në rrugë kalimi, se jemi pikë nye, korridori 8. Edhe konferencialët që lam lehti teoritë e këtyre se çfarë thanë. Pikërisht Shqipëria nuk shkoi as në lindje as perëndim, pikërisht sepse është korridori 8, është rruga kalimit. Dhe kjo rrugë tashmë duhet bllokuar një herë. Duhet pastru një herë se ka shumë gura brenda. Ka dhe e gura. Dhe këtu të vjen tashmë që këta politikanët tanë, thash, edhe këto lloj që bëjnë, këto lëvizje që po bëjnë tani, po bëjnë vetëm se kanë ndjer atë erën, kanë ndjer atë lagështirën dhe duan të faktorizohen. Se gjykojnë se duke u faktorizuar në këtë lloj forme do vinë pushtet. Rama nuk e heqin protestat e partive politike nga pushteti. Ramën e heq o revoltë popullore, dhe ajo që unë them, do ta heqë Amerika, patjetër. Në politik mund shkosh deri diku, po jo gjithjetër. Zoti Markoçi ka pasur një, po themi, debat mes aktorit të njohur Viktor Zhusti dhe
Adriatik Lapajt, pasi ky fundit i publikoi një foto të tij me aktorin që e kishte bërë teksa aktori kalonte. Si gjykoni këtë konflikt dhe në fakt a mendoni që po themi Adriatik Lapa e ka përdorur aktorin për protestën, apo ndoshta aktori pasi ka parë foton dhe ka marrë reagime të shumta negative ka ndryshuar mendim dhe më pas e ka kritikuar ato publikisht? Unë ju thash dhe konvergoj me atë që deklaroj pak më parë që këta kërkojnë të bëhen faktor. Duan të bëhen faktor se nuk ju e dini shumë mirë për plasën që kishte Lapa me Shabanin për çështën e një deputeti. Çaj nxorrën njëri tjetrit. Dhe Lapa nuk arriti të faktorizojë me atë deklaratën që bëri që kryeministri pra Rama mua më ka afruar zëvendës kryeministri dhe unë spranova një gënjeshtër galopante, domethënë. Dhe pjesa tjetër dëgjova dhe Viktorin, e njoh, nuk është se aktor dhe e njoh për vitesh. Nuk është e ti karakteri Viktori, pavarësisht nga bindit apo kjo, nuk është ai karakter. Por ajo që Viktori kishte shkruar i vet dhe nuk pash më që Lapa të reagonte për atë, apo i biri miku të tij Kanës, Gzim Kanës, që ja kanë nxjerrë foton dhe pikërisht këta e kanë nxjerrë për të treguar që protesta jonë, nga që aty s'ka njerëz, protesta ka një mbështetje edhe nga aktorë të mëdhenj, aktorë të famshëm të dëgjuar në Shqipëri, dhe këtë ai e ka përdorur dhe jo rrallë herë këta njerëz përdorin foton, se unë jo pa qëllim ju ka thënë këta janë politikan fotosh. Si puna ati thue, Kliç, që doli i foto atje me Trumpin me universitet atje dhe tha, unë takova Trumpin, ai më tha mu, kështu po vuj dhe unë njësoj si Berisha, si që vu Berisha po vuj dhe unë, erdhi këtu foli pralla. Pse? Sepse bëri një fotografi. Si që bëri Luli, ku ishim këtë çadra, që erdhi me Trumpin me gishtin për pjetë, takoi me paneir edhe e quajti gjë të madhe. Ta dhe kur i takojnë paguajnë lekët. Po Lapa nuk e ka pas atë për të paguajnë lekët. Dhe çdo aktori apo çdo njeriu, çdo shkrimtari, mund t'i lutesh dhe të bësh një foto me të, po kjo është foto rruge, nuk është foto themi foto zyrtare. Apo fotot e protesta që ai shkoi te protesta, ul te protesta me të dhe bëri foton me të. Lapa ka foto të tjerë, le të nxjerrë fotot të cilat i ka. Le të dalë. Lapa e të flasi për Fondacionin Soros. Flasi Lapa. Se ka bërë seminare me Fondacionin Soros. Le të dali për to. S'ka nevojë. Dhe atë para të protestën që kërkoi atëherë, që e mori Rama, e uli në televizion, e debatuan të dy për çmimet, dhe Lapaj bëri atë që kërkonte Rama, bordet e famshme, se bordet vetëm këta i kanë. Dhe në këto nuk e tregon. Po nxjerr në një moment të nxehtë, themi, të politikës dhe nxjerr një aktor si Viktor Zhusi. Dhe për t'i treguar njerëzve që unë kam këtë lloj mbështetje, kam këtë lloj gjëje. Se një parti politike që pretendon që ka marrë 7.000 vota dhe 13 vet aty, më duket pak nonsens. Apo në mitingu që bëri nuk ishte më tepër se 200 vet. Edhe kjo nuk bën sens. Tu e tregojnë që nuk kanë ndonjë forcë. Tu tregojnë që ka mekanizma tjera ku këta lëvizin. Por ajo me Viktorin ishte e turpshme. Për mua ishte e turpshme. Unë nga jashtë nuk kam as me njërin as me tjetrin, nuk kam në konfliktit të them këtë. Por për mua si veprim ishte i turpshëm. Para se të marrësh dhe t'i postosh dikujt një foto, duhet t'i marrësh leje. Nëse Viktori ishte me mikrofon duke folur aty, apo ishte aty bashkë me ta me grupin duke folur, duke bërë, dhe ishte gjë tjetër, ndërsa të marrësh tash dhe të nxjerrësh foton e tjetrit. Pse ke dalë një foto rruge, se dilte nga teatri dhe ti e pen rrugë dhe ta bëjmë një foto, dhe ai pranon ta bësh dhe ti nesër të marrësh ta nxjerrësh, kjo është e turpshme.
Dhe ai gjën më të madhe që kishte me Ero Kamën, me djalin e Gzim Kamës, me atë e kishte më tepër se thoshte ti më hangër mbes. Si duket ai ka bërë foto. Dhe ka thënë që unë kam thënë që mos e publikoj këtë foto. Kështu që kjo është një lodër kalamajsh, këta janë para politikë të gjithë, këta duan të përfitojnë nga këto. Këta janë, thash, politikan fotosh, politikë botoksi është kjo. Jo më koti themën që këta bëjmë politikë botoksi, nuk din këta nga politika se njohë fare. Sepse s'kan as kauza, as frym, as alternativë, as gjë, kanë vetëm retori. Vazhdojmë me atë retorinë e kohës dikurshme. Zotin Markoçi, për protesta e lapajt, si u duket? Protesta e lapajt, shehajt, qorrit, apo vetë edhe protesta është për të faktorizuar. Duan të faktorizohen, sepse kredit të tyre kanë rënë poshtë. Pas daljes së firmosjes së Eni Shabanit, supozojmë, kredit e PD-s ranë. Tashi duhet bëjmë diçka që të ngrenë kredit. Lapa pas qerë që bëri me Shabanin, kredit i ranë komplet. Këta që deklaron që të do marrim nga 10 deputetë do jemi faktor në qeverisje, se pa ne nuk do bëhet qeveria, do bëjmë kriza, do bëjmë të tregon se s'kishin asgjë. Absolutisht asgjë. Këto partitë e famshme. Dhe tashmë ta kërkojnë në këtë moment faktorizohen. Lapa nuk unë bëj pyetje më thjesht, kush është kauza e lapës aty? Qa alternative ka herë lapa? Qa zgjidhje ka bërë lapa? Iki Rama. Po Iki Rama e thonë zgjidhje. Dhe ajo që është më kryesorja, ti rrike aty natë ditë dhe nuk frymëzoge ti njerëzit se e parti, nuk frymëzoge, ti s'frymëzon dot antarët e tuaj. E si do ta frymëzosh popullin? Por duke qenë thash se këta janë zhveshur tashmë nga të gjithë. Dihet që këta janë të gjithë Sorosit. Dhe po t'ulesh çdo tavolinë thotë këta janë Sorosit, këta janë bashkët, janë Sorosit. Dhe këta janë vërtetuar me veprimet e tyre. Nuk është se po e thot popullit tashmë kot. Po këta e vërtetuar. Tash qoftë Llapa me Shabanin që u krefën e u bon për 5 pare u bon të dy. I qitëm bojë një tjetër, ti ke marrë këtu, ti ke marrë atje, me këtë po, me atë po. Këta tjerë dolin firmosin për Sorosin, edhe thamë pastaj jo po ishte gabimi, apo se duhe, jo po... E u këto gjvishën vetë. Këta u vetë zhveshën. Nuk është puna se populli fliste në zë, derisa rritin që këta u vetë zhveshën. E kuptoni u se qatë turbe ka, për qatë një besoj Llapës me atë deputetit përfaqësuesi që ka në parlament, që del para kamere e thot, ne kemi 63.000 mandate, pra nuk di se qa është mandate, qa është vota. Po ajo do më, keni një gjuna i herë atë me folë në parlamentu. Aty janë 20.000 herë. Gjithë i soja. Na që krau tjetër. S'ka në da, absolutisht asgjë. Kështu që qa kalla, qa frymëzoj? Qa frymëzoj, s'frymëzoj asgjë. Nuk dha asgjë produkt. Nesër pa tjetër do dali do thotë unë bëra këtë, bëra atë, bëra protestën e madhe, se ndeta atje, neta ftoftit, neta mroftit. S'është e. Protesta ka kërkesa. Kush janë kërkesat e Llapës? S'ka. Ti Gram. Pse kjo është kërkesë? Me këtë do e rëzosh Ramën. Të pakën kur kam dalë në protest, kam nxjerrë 7 pikat e protestës. Protest bëhet ndryshe. Jo kështu. O thash, këta duan vetëm thjesht për e uri përsërisht të rifaktorizohen pra. Dhe sidomos pas kësaj deklarate që bëri Trumpi, vendimin që mori, ju dëshirin që do të bëjmë për qenë njoni me tjetën, vetëm kush të faktorizohet më shumë. I kanë humë kredit këta në popë. Se a i tjetër i ka hume. Ati s'dihet ku e ka pishin.
Se Rama s'ka më, nuk di se në tavolinë e mbrën Rama. Me qeveri hajdude nuk mërë njëri. Po këta opozit, me qeveri të tillë, që i ka dalë boja në gjithë dynja, dhe nuk janë zot të hedhin, sepse s'kanë asnjë lëvizje politike. Revoltat dhe protestat në partitë politike nuk quhen lëvizje politike. A që gafroshat janë botë gjithë. Lapa nuk ka që bënë, absolutisht asgjë. Do rri aty, thash, është pagu për atë punë, për të fut në lojt aty, për me prish tallavat, për me boj i shartë, tash i rrezik do bëhet në i shartë, tash i në orën 6. Sa ai do rri aty, a do hikja, a do rria, ç'a do bëj, do vi pala tjetër të protestoj. Kur ju tha hajde, sipas deklaratave të tyre, se unë nuk e di, po sipas deklaratave i tha hajde bashkohu te protesta, jo nuk vi. Ç'a tregoj? Të tregon se këta janë përçar mrena për mrena dhe punojnë mrena për mrena në format e tyre. Të gjithë tu mundu me maj Ramën me të ngrofta për të shtypur pushtetin. Ka të bëjë më shumë për politikën që është përfshirë në, po themi, reality show, dhe është fjala për Monika Kryemadhin, e cila është bërë opinioniste e Big Brother VIP Albania. Edhe Ilir Vrenozi, një zë mjaft opozitar, korçari i famshëm, është futur në Big Brother. Çfarë do thotë kjo? E pare herë që është turp i politikës, ku një deputete ka qenë dhe një tjetër më përpara kësaj. Unë po si mod që deputetet dalin edhe aty tek ai televizion të cilin Monika Kryemadhi, të paktën Monika Kryemadhi, e ka akuzuar atë televizion për inceneratorin, për marrjen e sponsorizimin e Top Challenge nga inceneratori. E ka akuzuar Monika. Dhe Monika vjen dhe në futet po në të njëjtin televizion, të cilin e ka akuzuar. Por ajo që të bën përshtypje një person i cili është në hetim, dhe me mas sigurie detyrim paraqitje, pra person i cili është marrë pandero më tashmë, të dali në media dhe të bëj moral apo të bëj opinionin e kësaj dhe kësaj. Por kjo tregon nga ana tjetër që ai lloj emisioni apo ai lloj programi, që është një nga programet më bastarde, që nuk jep absolutisht asgjë në popull, nuk është një program edukativ. Atje më tepër ai program është i ndërtuar për të promovuar LGBTQI. Sponsor kryesor për të promovuar prishjen e familjes, për të promovuar degradimin dhe degenerimin e shoqërisë shqiptare. Sepse të gjithë merren me atë lloj programi, me atë lloj fjalori, me atë ndëshsilliku që ndodh aty brenda. Sa do para të t'japin, një njeri normal nuk e bën atë. Nuk e shet do të surradin në atë lloj televizioni. Në atë lloj programi i cili është për promovimin, po ja uri përsëris, është për promovimin e LGBTQI-s, për shkatrimin e familjes, për shkatrimin e moralit. Dhe aty tregon nivelin e deputetëve që na kanë nxjerr ligjet. Ai që i them unë parapolitikët. Prandaj u them këtu ne jeni parapolitik. Se një politikan i mirëfillt se bën dot kurrë atë. Nuk shkon dot një politikan i mirëfillt vjen atë në atë palo emision. Kështu që nuk ka absolutisht asnjë fjalë për atë lloj programi. Është e turpshme që të ndjekësh atë program, jo më të shkosh ka i program. Pa edhe ta ndjekësh është e turpshme.
është fyrje e inteligjencës. Të pranosh, të dhunojnë, se ajo është emision dhune. Nuk e di se si ndihet një prind që ta shofi me fëmijën e vet të shofi atë lloj programi. Se çfarë edukate do t'i japësh fëmijës në atë program. Dhe në atë program na shkon edhe ligjvënsja, quhet në gjuhën shqipe, që ka vënë ligjet për të vend, ka votuar për ligjet e këtij vendi. Se dhe e kanë votuar LGBT në 2010, se ka qenë deputete. Prandaj shkoj. Se në 2010, kur është votuar LGBT-ja në parlamentin shqiptar të famshëm, në atë palavos parlamenti, edhe Monika ka qenë aty brenda. Të janë ato skenat e pucëve që bojshin ta. E çizmeve të Monikës. Dhe ja ku përfundoi. Por, ajo që është më kryesore, një person i marrë një tip për vjedhje dhe shkon në televizion na jep opinion. Ky është fundi. Nuk ka se çat kërkosh më. Nuk ka çat kërkosh më. Unë e kuptoj drejt. Vrenozin e kuptoj vetë, në atë kapacitet që ka, vazhdon aty, sepse bëhet i famshëm se përdor një fjalor bastard. Dhe falet i fjalorit bastard është bërë i famshëm e marrin gjithë media në fjalorin e tij. Ai mirë e ka, s'ka faj, ai nxjerr dufin e vet, po janë media që e promovojnë. Se duan atë fjalor duan. Që ta përcjellin te preziri. Dhe është Berisha që e qyti starin e fushatës. Ato fjalorin. Se këto promovojnë ka, të duan. Pra ne u them të janë gjithë me Sorosin. Bëj politikën e Sorosin. Nuk e them kot. Se s'kam as një natë personal me askën. Po kur vje puna këtë çështja kombëtare, stop. Dhe këta këtë duan. Degenerimin e shoqërisë e familjes. Pra ne e mbë blokun gjithë. Se deklaron në opinion që nuk do lejoj LGBT të varet në Tiranë. Dhe ju dolën djesë të tyne. Këta që janë me Trumpin, me politikën e Trumpit, këta. Ajo nuk tregoj asgjë, tregoj nivelin e parlamentit shqiptar. Parlamenti shqiptar është ai nivel. Para kësaj ka qenë ajo tjetër godolje që ishte ajo, tash i vajti kjo, nesër do na vej tjetër, dhe ky është niveli. Pra ne them ai parlament duhet spastruar. Si spastrohet politika me atë parlament spastrohet. Edhe gjua që përdoret të dymërën. Një gjuhë bastardo. është e turshme që një kretar e partije shkon përfundon të opinionit i një televizioni që nuk kalon llafe pa i thonë ati televizion. Dhe sot shkon në pijet atje. A kjo është politika shqiptare. Dhe këtë e qymë politikta. Këtë e qymë politikta. Jo atë që apojmë për kombin. Jo atë që apojmë për popullin. Po këto lëpiret, këto pazaret, këto e qymë politikta. Pra ne ka arrit Shqipëria në këtë lloj drejtje. Dhe pra ne kam frikë këta, jam frikësu. Kam frikë të japin edhe deklaratën e vendimin që mori Trumpi për Ballkanin Perëndimor. Janë të frikësuar se ndjejnë dhe të shiqen kanë fillu ca nipat e plerave, kanë fillu me dalë në për televizionet gjoja të shajt të Ramën ta. Se Rama do të vjedhi këpuqët, se Rama do të vjedhi Xhepa. Ta hajdut.
Ta që paguen për me dalë në për media. Paguen që dalë në për media. Që të bëjnë këtë lloj propagande. Se pa i ndjejnë erë e fundit të tyre. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju.